Reagimet ndaj reklamës së kompanisë Erzeni, e cila përdor element të izopolifonisë shqiptare për promovim tregtar, kanë qenë të shumta dhe të ashpra në qytetin e Vlorës. Qytetarët e kanë cilësuar këtë reklam si fyese, denigruese dhe të papranueshme për një nga pasuritë më të çmuara të trashëgimisë kombëtare shqiptare. Sipas reagimeve të shumta dhe deklaratave të qytetarëve, mënyra se si shpërdorur izopolifonia në këtë reklam nuk përfaqëson respekt ndaj kulturës shqiptare, por një deformim të saj për interesa tregtare. Ata shprehen se folklori shqiptar, e veçanërisht izopolifonia e jugut, nuk mund të trajtohet si një element humoristik apo karikatur marketingu për të tërhequr vëmendje në treg. Në Vlorë, qytet i cili mban një lidhje të fortë me traditën e këngës polifonike, kjo reklam është konsideruar si një goditje ndaj identitetit kulturor. Shumë qytetarë theksojnë se izopolifonia nuk është thjesht muzikë popullore, por një simbol i historisë, shpirtit dhe memorjes kolektive të jugut shqiptar. Për këtë arsye, përdorimi i saj në forma tallëse apo banale konsiderohet i papranueshëm. Po si ndë fokat e tyre do ishte më mirë. Mos blejmë më qumësh Erzeni, po turpërosës patjetër. Erzeni ka bërë një reklam me isopolifonin ku ka vendosur kokat e lopëve tek shikojmë që këtë video. Këto reklamat po tjetë për mua ti janë kajtë neveritshme sa nuk i shikoj dot. Jam ngritur për thyer televizorin në reklamat dhe nga disa gjëra tjera. Nuk janë mira. Po, dhe këtu po shkrohet isopolifonia. Për mua janë zero dhe duhen zhdukur që janë këto lloj reklamash kështu. Pse ofendohet labi? Pse? Është lap dhe mbetet lap, tonti dhe kafsha është kafshë dhe mbetet kafshë. Tu ndajnë gjërat. Po unë me të dëgjuar e kam sikur përpunon qumësh flur. A mendoni ju se është tallje kjo me polifoninë labra? Po një çika shush. Me të hedhur e kam. E kam me të hedhur, jo me të mirë. Po nuk bërë laf që është tallje. Edhe nuk e marrë vesh pse e bëjnë, po mirë. Qa qëllimi ka në syet. E shumë e pështirë, tha shikosh jo ta mendosh. Izopolifonia shqiptare është pjesë e trashëgimisë botërore të mbrojtur nga UNESCO dhe se çdo përdorim publik i saj duhet të ruajë dinjitetin dhe autenticitetin. Qytetarët paralajmërojnë se banalizimi i elementeve të kulturës tradicionale sjell deformim të vlerave kombëtare dhe krijon një precedent rrezikshëm për mënyrën se si trajtohet trashëgimia shqiptare në publik. Përtej debatit mbi reklamën, qytetarët kërkojnë më shumë përgjegjësi nga kompanitë private kur përdorin simbolet kombëtare për marketing. Sipas tyre, bizneset duhet të kuptojnë se kultura nuk është vetëm një mjet fitimi, por një pasuri që duhet respektuar dhe promovuar me seriozitet.